Nëse nisim me Einsteinin, një ndër shprehjet më fantastike që ekzistojnë se takon fëmijëve është se çdo fëmijë është artist dhe është i talentuar. E rëndësishme është që të mbetet të tillë teksa arritet. Pikërisht për këtë arsye ne kemi nevojë që t'i ndihmojmë të ruajnë të njëjtin ritëm në gjithë hapat duke nisur që nga fillimi derisa ata marrin një profesion dhe investojnë atë. Sigurisht prindrit dhe familja është gjithçka që duhet për t'i mbështetur. Jam në Bregdet, kam sot kënaqësinë e jashtëzakonshme të kem një ndër personazhet më të bukura që kam parë këto kohë dhe jo vetëm, por pse thash këtë, sepse rreth e përqark sa janë të tjerë akoma, njëri më i bukur se tjetri, tjetra më e bukur se tjetra, por ne do ta shohim vetëm pas pak të gjithë ata të cilët do të zbërthehen pikërisht në këtë podcast toni që për herë të parë po e bëjmë me fëmijët në Bregdet. Në një rrëfim ndryshe të sinqert, sigurisht se vetëm ata dinë. Kam kënaqësinë të kemi një bukuroshe tani më, por sigurisht se i takon princeshave, është gjithmonë rasti që të bëhet prezantimi ashtu sikur se ka i përshëndetje së pari. Përshëndetje. Si e? Shumë mirë. Ke buzëqeshje shumë të bukur dhe dukesh shumë e bukur. Tani, do më tregosh kush je ti? Unë jam Hera Kume dhe Tani, teksa ti mund të lash pak më shumë kohë që ti të bëj një prezantim më të gjerë, por me sa duket kjo është vetëm fillimi që ke emocione herë apo jo. Fare. Ah, sa bukur e thot. Kjo në cyq është. E tregon shumë mirë që nuk ka fare emocione. Tani, unë dua të pyes pak për rrugëtimin tënd, për angazhimin që ti ke patur në këtë event të bukur, që edhe ke patur një lloj çmimi kështu fituese që je shpallur. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty? unë ja kam kaluar shumë mirë në këtë eksperiencë. Okej. Kam kaluar shumë mirë në këtë eksperiencë, që ja arrita qëllimin që kisha. Unë vi nga një familje artistësh, sepse mami im dhe motra ime kam pas qenë shpallur Miss Fotogenia. O, sa mirë. Dhe hala ime dhe xhaxhi im janë artistë të shkëlqyer. Unë vi dhe nga një familje mjekësh sepse mami im ka mbaruar shkollën për farmaciste, ndërsa xhaxhi im për stomatologji. Okej, po mirë, ti je pak e dyzuar mes të qenë një artiste edhe të qenit në të ardhme një profesioniste e mjekësisë, pra ti je mjeke. Çfarë do zgjidhim? Ëndra ime është që kur të rritem të bëhem një mjeke e shkëlqyer dhe të shëroj çdo njeri të sëmur në këtë botë, por mos harrojmë edhe botën e artit, sepse unë kam pasion. Botën e artit. Po. Okej, tani do më tregosh pak me çfarë merresh ti tjetër, si e ke kohën e lirë, me çfarë je angazhuar? Bën kurse? Balet. Për balet. Unë jam një balerinë shkëlqyer. Okej, më pëlqen që thua gjithmonë shkëlqyer, se kjo tregon që ke vetbesim. Kjo të ka ndihmuar që edhe të marrësh rezultate të mira, apo jo? Po. Okej, sa herë në javë shkon? 3 herë në javë. Të mjaftojnë? Po. Ti je më e mira ndër shoqe? Po. Okej, modestia kuptohet në këtë çast, por rëndësishme është që e kam vetbesimin që në nisje. Mirë, tani nëse ty për shkakun të thonë në të ardhmen ti duhet të ndash, ose të bëhesh një artiste mirë, ose të bëhesh një mjeke, ti e ndan dot çfarë do të jesh? Ha? Ja, nuk e Se ndan dot deri në këtë pikë. Por që të pëlqen të jesh edhe në këtë botën e spektaklit me artistat e gjithë kësaj natyre. Shumë. E do më tregosh pak për eventin? Për eventin e fundit që more pjesë, çfarë çmimi more? Unë mora çmimin Miss Kids Beauty i 2025, çmimi, një nga çmimet e para për këtë vit. Okej, ky ishte një çmim që të emocionoi besoj. Fare? Si s'kan emocione ka fëmijë sot. Si u ndjeve kur more çmimin? Në ndjeva shumë e gëzuar dhe nuk e prisja. Nuk e prisje fare? Okej, kujt ja dedikove ti këtë çmim? Këtë çmim unë ja dedikoj motrës time se e kam shumë gjanë. E ke shumë gjanë motrën? Okej, çfarë do thanë prindërit kur mbaroi gjithë ajo ceremonia, kur more çmimin? Si u ndjeve? Çfarë do tha mami? Mami u gëzoa shumë edhe vet. Më përqafoi, më puthi dhe më tha bravo shpirt. Bravo shpirt tha. Po tha ndonjë tjetër të veshje apo nuk e tha gjë? Nuk do të ma zbuloj më duket, e shoh. Okej, ndërkohë, pasi more çmimin, çfarë ndodhi më pas? Kur vajte i tregove më shumë, kë u gëzua më shumë në familje, kush u gëzua më shumë nga pjesëtarët e familjes? Në fakt mami. Mami. Sepse mami të shoqëron gjatë gjithë kohës. Edhe motra. Mos harro pra motrën, se motra ishte shumë xhan. Po. Ndërkohë mami të shoqëron në të gjitha aktivitetet e tua? Po normale. Mami. Pra ti ke dëshirë që të shkosh gjithmonë ku je shoqëruar edhe nga mami në çdo vend që të shkon, edhe në kurs, edhe kudo që bën. Edhe kur isha në Miss, më çonte mami. Okej, kjo është një eksperiencë që ty të ndihmon shumë të ndjekësh një eksperiencë të dytë në të ardhmen, pra do ta vazhdosh këtë rrugën apo ishte thjesht një eksperiencë për momentin? Të ta mendojmë. Do ta mendosh, se ke vendosur akoma? Po se di. Po pse nuk duhet ndalesh vetëm me një çmim apo? Po unë dua që të shkoj, po nuk e di. Për prindësh.
Më lejojnë. Po do të lejojnë se përderisa ko ata të mbështeten tek e para, do thotë që do mbështesin edhe në vijim. Okej, tani unë dua të pyes pak ty nëse ti ke patur një moment shumë të vështirë gjatë të provave deri në momentin final kur shpatet edhe emri yt si fituese. Kujton ndonjë moment që ishte pak shumë e vështirë për ty ose e sikletshme apo ke kaluar gjithmonë mirë? Kam kaluar gjithmonë mirë. Vetëm se unë si vadoj një herë dhe duhet që ta mbaja këtu te dora, kështu ishin provat edhe unë se mbaj dot të kisha thërë dorën e djathtë dhe kjo dorë këtu, vendosej këtu. Dhe si ja bëre? E shtyja pak dhe e vendosi. Okej, tani këtë të falenderosh ti se di që po më tregoje pak më parë edhe jashtë kamerës para se të nisim intervistën, të lutem dua që të bëj një falënderim. Tani këtë të falenderosh kaq shumë. Unë kam 5 falënderime. 5 falënderime. 5 miq. Okej, jepi. Së pari unë do të falenderoj mamin tim sepse për këto 3 muaj ajo ka sakrifikuar shumë për mua. Së dyti falenderoj gjyshrit e mi, Okej. sepse ato kanë kontribuar në rritjen time. Së treti falenderoj babain tim sepse me gjithë përpjekjet e tij më ka plotësuar çdo dëshirë që kam pasur. Së katërti falenderoj mësuesen time, Mirela Mekën, sepse ajo ka kontribuar në edukimin tim dhe në formimin tim. Së pesti falenderoj shoqit e mia. Dhe njëra prej tyre është shoqja ime Adea, më e ngushta dhe më ka mbështetur. Ajo të ka mbështetur në gjithë rrugëtimin tënd që ti bën. Po. Okej, 5 falënderime i bëre? Po. Ke ndonjë falënderim tjetër që të vjen ndërmend tani? Apo kaq mjaftojnë? Kaq. Se mos të vjen ndonjë tjetër dhe nuk e thua. Kaq mjaftoi. Kaq mjaftoj. Mirë, tani ka një pyetje që unë ja bëj të gjithë personazheve që marrin në program. Da bëj edhe ty. Ti më fole pak më herët që ke qef dhe pjesën pra ti je artiste edhe mjekësinë. Po. Tani ti përfundimisht çfarë do të bësh kur të rritesh kështu, të ndar? Në fakt, sa di, do të mendoj. Dha mendosh edhe një Se herë. kam vendos akoma. Okej. Tani ti më the që nuk e ke vendosur çfarë do të bësh kur të rritesh fikse, je pak e dyzuar kështu. Po si t'ja bëjmë? Do presim derisa të rritesh? Zona i thuash diçka kështu që ne ta kuptojmë pak a shumë ku Më do shkosh shumë më më shumë? pëlqen arti. Arti. Okej. Edhe mua më pëlqen më shumë arti. Kam një ide. Ha, më thuaj herë. Unë dhe motra ime, Po. në të ardhmen duam që të jemi imazhi i një brendi tonin personal. Ç'o brendi? Make-upi. Make-upi. Po. E keni qef të dyja? Po, edhe unë kam shumë make-upi në shtëpi. Të vërteta, Të vërtet, ajo kështu. për të rritura. Për të rritur. Sa bukur gjë. Tani edhe motra pëlqen këtë gjë, apo jo? Pra jeni të dyja në një jetën Çik më shumë, Çik më shumë ti. Okej, motra është më e madhe apo më e vogël më the? më vogël. Më e vogël. Sa vjeç është motra? I mbushi 7 vit. Më 7 vjet. Nuk keni diferencë të madhe. Ju mund të kuptoni me njëra tjetrën kur bëni make-upin. Po. Po ti bën make-up as apo? Poj, I bën kështu fshehura as mamit apo gjithmonë si? jo gjymon, Gjithmonë. me leje. Me lenë e mami se ndryshe nuk bëhet. Mirë. Okej, tani ti je shumë e vogël por ke një talent të veçantë, i merr pjesë në këto eventet, ke një energji shumë të mirë që kur të rritesh do ta ndjekësh gjithandej. Tani çfarë tjetër do ti që të bësh teksa vijon në rrugëtimin tënd të jetës? Pra, te bën kurse për balet, te merr pjesë edhe në këto eventet e misë, çfarë tjetër bën? Çfarë të pëlqen mëse? Mua më pëlqen kur të rritem, siç të thash, make-upi. Pra, e ke ndar mendjen, mos po të Ndar. pjesë më unë për këtë pjesën e make-upit, jemi rregull te kjo pjesë. Okej, çfarë mesazhi ke ti për gjithë bashkëmoshatarët e tu që po të ndjekin në këtë moment, pra ata shok dhe shoqet tua, çfarë duhet bëjnë ata që të arrijnë gjëra kaq të mira, kaq të bukura dhe kaq shumë të veçanta siç i bën ti? E kam mesazhin fiks për këtë. Jepi. Pyetja. Se sa të rrinë në telefona, më mirë të shkojnë në aktivitete kulturore, se ato na bëjnë mirë në formimin tonë dhe në edukimin tonë. Siç kam shkuar dhe unë vetë. Okej, tani unë për marr një rast. Po them për shkakun që ti je moderatorja e këtij programit. Po. Më shif këtu. Ku ike? Ku ike? Çfarë po shifet ti? Kamerën. Okej. Nëse ti do të ishe moderatorja në këtë moment, nuk jam unë moderatori prezantuese, si do ta mbyllje këtë emision, këtë intervistë së bashku? Mirupafshi miq, unë ja kalova shumë mirë në këtë intervistë dhe ju përqafoj. Mirupafshim. Mirupafshim. Jebe këtu herë. Bravo! Ja, kjo është energjia e pastër që t'japin fëmijët dhe me atë gjithmonë dashamirësinë për të arritur maja. Keep going. Keep going. Bravo!